Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Ai di çdo gjë që u jep thesareve e manteli perlabërës i molusqeve, gjithçka të mbuluar nga valët e detit, të fshehur nga teri i natës, të drituar nga rrezja e diellit, të zotruar herë nga errësira e herë nga drita, digjurmën e çdo hapi, ndihimin e çfarëdo lloj lëvizjeje, jehonën e gjithë tingujve, dridhjen e buzëve, vendstrehimin e gjallësave, masën e grimcave, dënesat e zemrës së lavosur si dhe gjithçka tjetër që ka në faqe të dheut. Siç janë frutat e pemëve e gjethet që bien prej tyre, vendin ku hedh rrënj, fara apo mpiksjen e gjakut në trompoz, si dhe zhvillimin e jetës e të embrioneve. Asgjë se turbullon atë në gjithë këtë pafundësi s'ka pengesë ta ndaloj atë në ruajtjen e asaj që ka krijuar, as lëngat apo stres që të mundet ta bëjë të heqë dorë nga imponimi i vullnetit të tij e administrimi i krijesave të tij. Dija e tij depërton kudo midis tyre e ato janë përherë në vëmendjen e tij, drejtësia e tij mbulon gjithçka, e mirësia e tij përfshin gjithçka, megjithse çdo gjë i mbetet në borxh të përjetshëm me atë që i ka borxh.